Klasa politike shqiptare duhet të marrë seriozisht dënimin e krimeve të komunizmit. Apeli është bërë nga kreu i shtetit Bujar Nishani, i cili ka shfrytëzuar ceremoninë për tetorin gjerman në Pallatin e Brigadave për të dhënë këtë mesazh për politikën që sipas tij nuk është ndarë ende nga e shkuara. Se pas 26 vitesh, Shqipëria nuk është ndarë plotësisht nga e kaluara komuniste. Dosjet e sigurimit të shtetit në Shqipëri nuk janë ende të akseksueshme. Klasa politike shqiptare sot ka për detyrë të marrë seriozisht dënimin e krimeve të komunizmit. Shtimi i zërave nostalgjik, shpesh edhe nga politikanë, në mbrojtje të hapur të krimeve të kryera nga komunizmi dhe sigurimi i shtetit duhet të shërbejë si një kamban alarmi për gjithë shoqërinë shqiptare. Ndërsa ambasadori e Gjermanisë në Tiranë, Susan Schulz, përçoi një tjetër mesazh të rëndësishëm, miratimin e bazës së mëtejshme ligjore për reformën në drejtësi. Ich freue mich sehr, dass sich die politischen Beziehungen Vizita e kancelares Merkel, ministrit e jashtëm federal kanë dëshmuar se Shqipëria ndërkohë ka shënuar një progres të rëndësishëm në kuadër të reformave në rrugën e saj, drejt parafrimit me BE-n, para së gjithashtu në ato të sektorit të drejtësisë. Në këtë ceremoni presidenti nderoi me medaljen Nën Tereza 4 murgesha gjermane, të cilat kanë dhënë kontributin e tyre në Shqipëri, ndërsa falenderoi shtetin gjerman për ndihmën që i kanë dhënë vendit tonë.